mbrëma gjithve, unë vi në diaspora e Amerikës, jam larguar nga Shqipëria në vitin 2002, kur isha vetëm 6 vjeçe, por gjithmonë kam qenë shumë e lidhur me Shqipërinë dhe jam shumë i njohës që jam këtu me ju sonte. Doja të filloja duke presuar dhe falenderuar të gjithë organizatorët dhe aktivistët që i kanë dhënë frymë kësaj lëvizje. Ata janë lodhur pa fund. Është një sakrificë e madhe pa përfitim personale. Ne ju shohim dhe nuk do harrojmë kurrë këtë mundim të madh. Kjo lëvizje ka bashkuar shqiptarët pas 36 viteve përçarje. Jemi këtu me bindje politike të ndryshme dhe kështu duhet vazhdoj kjo lëvizje, sepse kemi kuptuar që kjo klasë politike nuk është as të djathtë dhe as e majtë. Këta kanë përfituar në kurrizë të popullit, kanë vjedhur, kanë shkatruar fabrikat, trenat, arsimin, bujqësinë dhe natyrën tonë. Kanë detyruar një emigrim masiv, një plagë e madhe në shoqërinë tonë. Të gjithë jemi prekur nga kjo krizë. Unë nuk kam asnjë moshatar në gjithë fisi që kam mbetur në Shqipëri. Dhe me gjithë mundësi që kam pasur në Amerikë, gjithmonë të më dëmin ato vite me familjen që kam munguar këtu, ditëlindje, dasma dhe momentet vogla, vite që nuk kthehen më, siç e dinë shumë mirë të gjithë ata që kanë përjetuar emigrimin. Kjo vuajtja e emigrimit është e thellë për shqiptarët, por nuk jemi vetëm një vend që vuan në këtë mënyrë. Prandaj duhet të kemi empati me gjithë emigrantët dhe refugjatët që janë detyruar të largohen nga vendi vet për një jetë më të mirë, sepse ata janë si ne. Duhet të jemi kundër kampave të përqendrimit të emigrantëve këtu që Rama ka ndërtuar në bashkëpunim me Melonin dhe me mbështetjen e BE-s. Duhet të jemi kundër bashkëpunimit të qeverisë me Amerikën dhe Izraelin në gjenocidin e Gaza, ku Jared Kushner dhe familja Trump po kërkojnë të vjedhin dhe të përfitojnë duke ndërtuar rezorte luksoze ashtu siç duan të bëjnë dhe këtu, në zonat tona të mbrojtura. Të gjithë kazat e luftrat tona janë të ndërlidhura. Prandaj duhet të kemi dashuri, respekt dhe solidaritet me njëri tjetrin dhe me të gjithë njerëzit e botës. Për mendimin tim në këtë moment ne po shohim pasojat e oligarkisë dhe të një kapitalizmi klienteliste. Shqipëria shkoi në njëri ekstrem me regjimin komunist direkt në ekstremin tjetër. Kjo klasë elitare dhe këta oligark ndërkombëtare janë pasuruar duke shtypur dhe duke shfrytzuar njerëzit e thjeshtë, punëtorët dhe klasën e mesme. Ndërsa politikanët që duhet të përfaqësonin të drejtat e qytetarëve që i kanë votuar, vetë se ju kanë dhënë pushtet dhe mundësi pafund oligarkëve, duke përfituar vetë dhe duke vjedhur nga populli. Kjo gjë nuk ndodh vetëm në Shqipëri, por është një krizë globale. Prandaj kjo lëvizje është shumë e rëndësishme për t'i treguar të gjithë botës që populli vendos. Ne duam një Shqipëri të re, ku qytetari thjesht ka të njëjtat të drejta dhe të njëjtat mundësi se ai i pasuri. Një Shqipëri të re dhe të drejtë ku qeveria investon në shëndetësi, në arsim, në bujqësi, në kulturë, art dhe mbron natyrën tonë. Dhe spak, ju lutem, mos ndaloni as për një moment. Rama në burg, Belinda në burg, Berisha në burg, shpërqëzoni ligjin 21/2024, poshtë qeveria Shqipëria e re. Faleminderit. Shqipëria e re! Shqipëria e re! Shqipëria e re!